Tregohet në ditë saktë se një ditë një nga shokët e profetit alayhi salatu wassalam, Hamdala i vjen takon Abu Bekrin, edhe ishte i zverdur, ishte shumë keq nga pamja e tij. Thotë Abu Bekri, thotë, çfarë ke thotë? I thotë Abu Bekri, thotë, po mirë thotë, a nuk e ke vënë re edhe ti thotë që neve kur jemi para profetit alayhi salatu wassalam, na flet për fe, na flet për xhenetin, na flet për xhenetin, na flet për Allahun, për premtimet e Allahut. E ne na zbutet zemra e qajmë si fëmijë aty para pejgamberit alayhi salatu wassalam. E sa dalim pas e ne hutohemi fëmijë, puna, pasuria, kjo, gjërat që ndjekim në punët e ditëve tona. Po ç'është kjo sjellje thoshte me veten tonë, ndryshe para pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndryshe pastaj kur dalim neve nga xhamia, sikur e harrojmë Zotin, sikur e harrojmë neve porositë e profetit sallallahu alajhi wasallam. Oh, thotë Abu Bekri, subhanallahu, thotë. Ke drejt, thotë, edhe unë që kam bëu munafik, thotë, që kam bëu hipokrit, se edhe mund do. Subhanallah. E shkojnë të dy tek profeti alayhi salatu wasallam shumë të shqetësuar, shumë të shqetësuar. Edhe i thonë, oj dërguari i Allahut, neve thot, kemi dalë nga besimi, jemi po hipokrit. Pse i thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Po se kur jemi përpara teje, neve sikur e shohim xhenetin e xhenemin, në të shkumenave po ke kur. E ndjejmë me shpirt, e kur dalim edhe largohemi na e merr mendjen dynjaja. Nuk kemi më neve ato që kemi qenë, na ka humbur sinqeriteti. Buzëqesh profeti alayhi salatu wasallam dhe i thot subhanallah, thot, nuk është kjo hipokrizia, thot. Sikur ti ishit juve, thot, ashtu si që jeni përpara me gjatë gjithë jetës tuaj, në çdo moment jetës tuaj, engjëjt e Allahut do zbritin t'ju jepshin juve selam në rrugë. Po ka momente që je më mirë, ka momente që je i çik më se do bëhen edhe punë të dynjas, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Se njeriu do jetojë, do punojë, ama me ndeshmëri me sinqeritet.